Deklarata e lëvizjes vetëvendosjes se kryeministri Edi Rama duhet të tregojë pengesë lidhur me qëndrimet e kaluara për gjykatën speciale, sollën reagimin e krejut të qeverisë shqiptare. Vetëm një ditë para protestës në Tiranë, ku kërkohet drejtësi për ish-krerëre të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Rama sqaroi në rrjetin social X se qëndrimet e tij para 10 vitesh për ngritjen e gjykatës speciale erdhën për interes të Kosovës. Më vjen keq që lëvizja ngatëron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa për qëndrimet e para 10 vjetëve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizje se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Shefi ekzekutivit bëri të qartë se ka qenë dhe mbetet një ndër lobuesit më të fortë për lirimin e ish-presidentit Hashim Thaçi. Ndërkohë, unë kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve kurdo e kudo ka qenë rasti a nevoja, ndërsa lëvizja dihet sa ka lëvizur në atë drejtim. Ai theksoi se protestës të së premtes do t'i bashkohej si qytetar i thjeshtë, por pjesëmarrja e tij do të politizonte kauzën. Unë as nuk jam organizatore, as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare, drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjeshtë, nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj. Të premte në orën 17, qytetarët do të mblidhen në sheshin Skënderbej, në Tiranë për të kërkuar drejtësi për ish liderët e UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën e Hagës në akuzat për krime lufte.